Banka e Shqipërisë prej disa vitesh tashmë ka ndërmarrë një nismë për rritjen e kulturës financiare, por a ka dhënë rezultat? Zonja Mingjozi, shqiptarët kanë kaluar disa kriza financiare, duke filluar që nga ajo e vitit 97 me piramidat. Pse nuk kemi nxjerrë mësime, pse jemi në një nivel kaq të ulët të kulturës financiare dhe njohurive financiare në përgjithësi? Për ne si ekonomist, kultura financiare lidhet shumë ngushtë me shkallën e zhvillimit të ekonomisë. Kur ekonomia ka hendeqe, kur ka kriza, kultura financiare dobësohet për shkak të frikrave të tjera që i lindin konsumatorit, për perspektivën më të errët të që ai shef përpara. Ndërkohë që kur ekonomia ecën më mirë, atëherë ne thrasim nevojën e kulturës financiare sepse ne duam nëpërmjet ekonomisë të fitojmë. Kështu që është momenti që Shqipëria është në një stad të mirë të zhvillimit ekonomik, të gjithë treguesët e ekonomisë tregojnë për një trend pozitiv të rritjes ekonomike, qoftë në anën e konsumatorit, qoftë në anën e prodhuesit, kështu që është momenti shumë i mirë për të folur për kulturën financiare, për ta përdorur atë si një levë që mund t'i forcoj perspektivën, që mund t'i siguroj më mirë të ardhura dhe mund t'i ashtroj, si të thuash, më mirë trendin e biznesit apo të perspektivës ekonomike. Kur dikush nuk ka një kulturë financiare apo informacione financiare, si penalizoni jetën e përditshme? Si në rastin për shembull kur do të marrë një kredi, apo në rastin kur ka disa para dhe nuk di ku të investoj? Si çdo i paditur e vendos veten e vet në një pozicion të keq, e arrit vulnerabilitetin ndaj të gjitha rreziqeve të tjera. Si një njeri që nuk di makinën dhe është në mes të rrugës, edhe një person i cili nuk ka dijen e nevojshme financiare, por ka nevoja për shërbime financiare, ka dhe nevoja për të përdorur veprimet financiare për të rritur të ardhurat e veta, ai është në një udhkryq të keq, kështu që mund të përdoret keq nga institucionet financiare, mund përdoret keq nga bizneset dhe mund në vend që ta rregulloj situatën e vet ekonomike, e prish situatën e vet ekonomike. Kështu që në këtë moment të caktuar të zhvillimit të ekonomisë, ne si Bankë e Shqipërisë kemi të gjitha llogaritjet dhe perspektivën pozitive të ekonomisë shqiptare, kështu që dhe ne kemi intensifikuar shumë gjithë edukimin financiar, procesin e edukimit financiar. Kemi jo vetëm një strategji të aprovuar deri në vitin 2026, por edhe me një plan veprimi shumë të mirë organizuar. Sepse nga të dhënat që ne kemi deri tani, popullsia shqiptare e ka një kulturë të ulët financiare. Kjo vlen dhe për bizneset apo vetëm për qytetarët? Vlen për të gjithë përdoruesit e parave. Mënyra se si Eurostati e ndërton këtë tregues është për të gjithë ato individ, grupe shoqërore që përdorin para, ose si blerës ose si shitës. Dhe në të dyja kahët ne jemi me një nivel relativisht të ulët. Qoftë konsumatorët kanë vetëm një njohuri financiare mesatarisht në shifrën 35 nga 100, por edhe bizneset kanë një kulturë financiare të investimit relativisht të dobët. Pra, duke mos parë perspektivën. Kur themi 35% në 100, do të thotë vetëm 1 në 3 persona ka kulturë financiare, thënë më thjesht? Afërsisht mund të shpjegohet kështu lehtë. Indeksi i kulturës financiare është një tregues shumë kompleks me disa komponent, por mund të shpjegohet edhe kështu që 1/3 e dijeve tona financiare përdorim ne sot. Në vend që të përdorim 70%, 80%, 100% të dijeve tona në dobi të përmirësimit të jetës ekonomike. Duket sikur është një paradoks i fortë, duke pasur parasysh se sistemi financiar dhe kryesisht bankar është një ndër sistemet kryesore dhe një ndër sektorët më të zhvilluar në Shqipëri, dhe që ka hecur me hapa shumë të mirë, ka qenë konsoliduar. Nga ana tjetër, konsumatorëve, cilët ai shërben që mund të jenë individët apo bizneset, kanë këtë lloj ngërçi dhe këtë lloj problematike. Duket si antikam. Faktikisht zhvillimi i sektorëve i shtyn edhe individët apo grupet shoqërore që marrin pjesë në aktivitete ekonomike të zhvillohen apo të edukohen financiarisht. Sistemi bankar është një nga instrumentat më të rëndësishëm të rritjes së përfshirjes financiare, dhe duke i përfshirë individët në sistemin bankar apo sistemin financiar, institucionet e tjera financiare jo bankare, dhe i edukojnë ato. Sepse sa më mirë të edukuar dhe sa më shumë individ të edukuar ato të kenë për klient,
aq më lehtë kanë ato të bëjnë biznes, aq më të sigurt janë ato në arritjen e objektivave të biznesit. Kush duhet të edukojë një individ apo një biznes nga pikpamja financiare? Duhet ta bëjnë ata vetë, pra është një investim që duhet ta bëjnë te vetja e tyre, duhet ta bëjmë që në shkolla me të rinë, duhet ta bëjmë rrugës, qoftë edhe bizneset vetë ndryshojnë mënyrën e menaxhimit dhe të qeverisjes duke pasur ekspert kontabël, pra ku duhet ta kërkojmë? Është gjithë përfshirëse se cili duhet bëj pjesën e vet. Sistemet tona të edukimit kanë që në klasën e 5 disa lëndë që i edukojnë fëmijët për të kuptuar paran, rolin e paras, dhe ky niveli i edukimit financiar intensifikohet deri në shkollën e mesme, në universitet. Nga ana tjetër dhe institucionet financiare kërkojnë njerëz të edukuar që ta kuptojnë që po morë një borxh do ta kthesh atë borxh. Po kërkove një shërbim financiar do bësh një aktivitet ekonomik për ta kthyer shërbimin financiar. Apo dikush që të ditë lexoj kontratën në rastin e kredisë për detyrimet dhe për të drejta. Ajo që ne bëjmë dhe që duhet të bëjmë është që të ndërgjegjësojmë veten tonë, se cilin nga ne që përpara se të bëjë një hap në sistemin financiar, të di kush janë favoret, përfitimet, kush janë kostot, detyrimet që ka, në mënyrë që ai vetë ta balancojë. Në qoftë se në një kontratë ka më shumë përfitim, ai është i sigurt se do bëj një biznes të mirë. Në qoftë se ai ka dyshime, atëherë duhet të pyesi, duhet të sqarohet, duhet të edukohemi të lexojmë çdo kontratë, nga fillimi deri në fund, sepse djalli fshihet në detaje, në ato pjesët e vogla të kontratave financiare janë të gjitha kushtet që na detyrojnë ne. Në fillim janë çfarë përfitojmë, kështu janë të ndërtuara kontratat. Veçanërisht kur janë me shkrim të vogël. Janë ato që duam, ne kemi detyrim, dhe ato bëhen gjithnjë më të vogla se janë dhe më shumë. Kështu që është mirë që secili nga ne ta bëjë atë pjesën e vet. Bankat, institucionet jo bankare, institucionet e paras elektronike, banka qendrore si regulator të bëjë ç'është e mundur t'i afrohet me njohuri, me informacion çdo individi, por dhe individët të pyesin. Ju folët për një strategji që Banka e Shqipërisë ka tashmë prej vitesh për rritjen e kulturës financiare. Keni quajtur leku i vjetër, leku i ri një periudhë, duke pasur parasysh nga tresën që bëjmë gjithmonë. Kush fokusi? Momentalisht fokusi është në shërbimet e reja financiare, sepse strategjia ka filluar në vitin 2022 dhe është deri në 2026, kështu që ne kemi kaluar deri tani fazën e parë të ndërgjegjësimit të individëve që duhet të pyesin, që duhet t'u afrohen institucioneve financiare si institucione mike në një farë mënyre, lehtësuese, shërbyese për arritjen e objektivave të tyre ekonomik. Tani është faza, ne jemi të përqendruar më shumë në sistemin digjital, sepse këto janë format e reja, jo vetëm në paranë elektronike, por edhe në të gjitha instrumentat e tjera digjitale, të cilat për një pjesë të popullsisë janë shumë të arritshme, të rinjt janë më të afërt ndaj këtyre, por kjo është trendi që të gjitha shërbimet digjitale do të ecin më shpejt, sepse janë më të lira. Duhet të dini informacion mbi kripto, mbi bitcoin, mbi të gjitha, duhet të pyesin, duhet të informohen sa më shumë. Bankat janë të gatshme ta bëjnë këtë shërbim, institucionet financiare jo banka janë gjithashtu, çdo institucion financiar ka një plan strategjik. Ne jemi kujdesur që shumë shpesh të bëjmë aktivitetet të përbashkëta. Komiteti Kombëtar i Pagesave, që drejtohet nga Banka e Shqipërisë, një herë në vit bën një event nacional ku janë të gjitha institucionet që ofrojnë pagesa, të çfarëdo lloj tipi pagesash, dhe fokusi i veçantë në atë event është pikërisht strategjia e edukimit financiar, harmonizimi i strategjisë midis institucioneve të ndryshme financiare dhe vënia gjithnjë më shumë në fokus të individit ose të konsumatorit, në qoftë e quajmë, mund të jetë individ, kompani, grup individësh. Ekspertët rekomandojnë marrjen e disa masave që kultura dhe njohuritë financiare të rriten. Sipas tyre, nevojë ndërhyrje nga të gjitha institucionet, pasi Banka e Shqipërisë nuk mund të jetë e vetme në këtë sfidë jo të vogël.